Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në radio-televizionin publik të Kosovës. Tash e mbi 2 dekada në Kosovë operon pothuajse në heshtje zyra ndërlidhëse ruse në nëmbrellën e UNMIK-ut. Në krye të kësaj zyre, Rusia ka emëruar Ilja Uvarov, emër që figuron në një databazë që e lidh me inteligjencën ruse. Uvarov e mohon çdo lidhje me shërbimet sekrete, duke theksuar se përfaqëson zyrtarisht Rusinë në vendin tonë. Ndonse në listën e misioneve diplomatike në vend nuk figuron Ilja Uvarov, ambasador rus në Beograd, në gusht të vitit të kaluar emërohet nga Rusia si shef i ri i zyrës ndërlidhëse në Prishtinë. Shumica e njerëzve që figurojnë në listën regjistruar thuhet se operojnë nën mbulesë diplomatike në ambasada, konsulata dhe organizata ndërkombëtare, të cilët mund të jenë të përfshirë në mbledhjen e inteligjencës dhe ndërtimin e rrjeteve jashtë vendit. Thuajse 3 dekada pas ndërhyrjes së NATO-s, e cila ndryshoi rrjedhën e historisë, duke hapur rrugën drejt lirisë dhe shtetësisë, aspiratat për integrim në strukturat euroatlantike mbetën prioritet i Republikës së Kosovës. Profesori universitar Fatmir Çollaku ka deklaruar se bombardimet e NATO-s mbi caqet serbe shërbejnë një kthes të madhe ushtarake dhe më pas politike për Kosovën. Sipas tij, vendi tashmë ndodhet në fazën e konsolidimit të plotë të institucioneve dhe në përpjekje për ta forcuar subjektivitetin ndërkombëtar me synim antarësimin në organizata ndërkombëtare. Ai theksoi se fillimisht synohet antarësimi në OKB, ndërsa më pas, pa më dyshje, një ndër prioritetet kryesore mbetet edhe antarësimi në NATO. Sot janë bërë 27 vjet nga masakrimi i dëshmorëve dhe martirëve në fshatrat Fortesë, Brestoc dhe Celin të komunës Rahovecit. Gjatë luftës së vitit 1999 në këto fshatra janë masakruar 243 persona, ndërka që janë djegur 893 shtëpi private dhe shoqërore. Menjëherë pas bombardimeve të NATO-s mbi caqet serbe, forcat paramilitare dhe ushtarake të Serbisë nisën masakrat ndaj popullsisë civile. Masakra në Krusht të Madhe është më e madhja që ka ndodhur në vendin tonë gjatë luftës së viteve 1998-99. Kjo masakër ishte edhe pjesë e aktakuzës për krime lufte nga Slobodan Miloševići dhe disa udhëheqës të tjerë politik e ushtarak serb. Radio-televizioni Kosovës do të operoj me zyra rajonale edhe në komunën e Pejës. Kjo është bërë mundur falë mbështetjes së Agjencisë Japoneze për Zhvillim Ndërkombëtar, e cila prej vitësh kontribon në zhvillimin teknologjik dhe profesional të RTK-s. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të RTK-s Hysen Undozi e cilësoi hapjen e zyrës rajonale në Pejë si një ditë e rëndësishme për transmetuesin publik dhe qytetarët e Pejës e Dukagjinit, duke theksuar se kjo është zyra e 3 rajonale në nivel vendi dhe e 2 në rajonin e Dukagjinit. E drejtori i televizionit Rilind Gërvalla tha se ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm në fuqizimin e pranisë mediumit publik në rajonin e Dukagjinit, ndërkaq udhëheqësi i Gjajkas për Ballkanin deklaroi se për më shumë se 10 vjet Japonia dhe Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar kanë ecur krah për krah me RTK-n, duke këmbyer ekspertizën teknike për të forcuar aftësinë e RTK-s në ofrimin e informacionit dhe transmetimin e paanshëm e të drejtë për drejtë. Vazhdojmë me një lajm tjetër. Ngritja e çmimeve të derivateve ka goditur sektorin e transportit ndërurban në vend, duke detyruar kompanitë të ngrisin çmimet e biletave. Kjo situatë po rëndon drejt për drejt qytetarët të cilët tashmë përballen me shpenzime më të larta të
udhëtimeve të përditshme. Shoferët e autobusëve thonë se janë përballur me rritje të madhe të kostove dhe se kanë kërkuar mbështetje nga institucionet për ta përballur situatën e cila tashmë ka prekur drejt për drejt udhëtarët. Qytetarët shprehen të pakënaqur me shtrenjtimin e biletave, duke theksuar se gjendja e tyre ekonomike e bën të vështirë përballlimin e këtyre kostove shtesë. Shtrenjtimi i biletave është reflektuar në linjat për Ferizaj, Gjilan, Prizren, Mitrovic, Drenas, Lipjan dhe qytete të tjera, ndërsa disa kompani thonë se rritja ka nisur para 3 javësh. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takojmë sërish në orën 9. Bashkë mirupafshim.